duket se është në rëndësi të posaçme që shikohet si tërësi e komponimit të gjitha punimeve në galeri. E dyta, kur flasim për vlerat ideoestetike të punimeve të ekspozuara, mendoj se kemi të bëjmë konkretisht me tematikën e cila ka sugjeru edhe formën dhe përmbajtjen e veprave të ekspozuara këtu. Tematika dihet, është një e kaluar historike. Mendoj se prej saj dalin edhe disponimi i figurave të përfshira si në piktura ashtu edhe në skulptura, si dhe koloriti me cilin është realizuar ky disponim. Kur është fjalët e pikturat, mendoj se ato i veçon ngjyra e ndezët, për cilën do thoshe se do thot optimizëm. Po kështu të hequrat, lëvizjet e paletës dëshmojnë se kemi të bëjmë me piktorë të cilët e kanë zotruar mjeshtrinë e tyre në shkallë të lakmueshme. Nga pikturat, përshtypjet posaçme më kanë lënë portreti i Alipash Tepelenes. Përgjithsisht, mendoj se janë shumë impresive, sidomos portretet, pikturat e portreteve të fytyrave historike, e veçanërisht ajo e Alipash Tepelenes. Mendoj se aty ekziston një ekspresionizëm i cili dallohet nga momenti meditativ i Alipashës, që parasyhet shikuesit me të disi i pa definuar. Ke përshtypjen se pas atij meditimi mund të pasojë një katastrofë, siç ka ngjarë edhe historikisht, po kështu ke përshtypjen edhe të një diçkaje tjetër të madhe që orientohet ka një zgjidhje e mirë në perspektivë. Si impresion timin, mund të them se posaçërisht më ka bërë përshtypje komponimi i kirkut të veriut dhe i fustanellës së jugut në të gjitha pikturat. Dy këto ngjyra të bardha, mendoj se ka qenë vështirësi e posaçme të komponohen në këto piktura, mirë po më duket se me sfondin që ua kanë siguruar piktorët shqiptar, është arritur përbukurisht të komponohen këto dy ngjyra karakteristike për kombin. Mendoj se skulptura është për një nuancë më tepër ajo që këtë ekspozitë e bën monumentale. Do të veçoja bustin e Çerçi Stopullit, që është një vepër e cila flet vetë, nuk di se çka mund të flitej për të, pos që zgjon shkakton përshtypje jashtëzakonisht thella, sidomos me atë teknikën me cilën është realizuar, e po kështu do ta veçoja edhe bustin e Beradës, që është realizuar me një mjeshtri të madhe, ndoshta pikërisht te busti i Beradës shihet më së miri njohuria e thellë e skulptorit të shquar Odisej Paskali, i cili ja ka dalë që ta realizoj edhe një disponim të caktuar jashtëzakonisht tërheqës të këtij rilindasi tonë.